Vllaznia dhe Partizani në volejboll për meshkuj janë përballur mbrëmjen e së mërkurës në kuadrin e raundit të tretë të Ligës Gjergj Kastrioti. Në ndeshjen e luajtur në Pallatin e Sporteve Qazim Dervishi të Shkodrës, vllaznia vinte si kryesuese e grupit pas dy fitoreve radhazi në transfertën kosovare ndaj Skënderbeut dhe Ferizajt, ndërsa Partizani me një fitore dhe një humbje. Rivalitetin në dy setet e para dhe përsi e Partizanit në setin e tretë. Në fundin e setit të parë ndeshja u ndërprer për rreth 4 minuta pasi vllaznia kishte pretendime ndaj gjykimit për një vendosje të parregull të lojtarëve të Partizanit në fushë, që regjistroi pikën e 21 të avantazhit për Partizanin, duke dhënë mundësi që seti i parë të fitohej nga të kuqt. Rivaliteti vijoi edhe në setin e dytë, i cili arrin të fitohet përsëri nga Partizani me të njëjta shifra 21-25. Humbja e dy seteve të para, si dhe pretendimet ndaj gjykimit për të cilat, për hir të së vërtetës, vijuan edhe në setin e dytë, ndikojnë tek vllaznia, e cila në atë të tretin bie shumë moralisht duke ia bërë më të lehtë fitoren Partizanit, e cila mbyll 14-25, duke fituar të gjithë ndeshjen me rezultatin e pastër 0-3. Dy sete jam i kënaqur me skuadrën. Seti i parë ishte vendimtar sepse çunat po jepshin maksimumin dhe s'morën rezultatin. Kjo edhe për faktin e disa gabimeve në arbitrim. Nërsa seti i tretë nuk është për të diskutuar, ndoshta ra morali, ndoshta ra besimi. Po dy setet e para u luftunen dhe u bën lojë shumë e bukur, lojë rivalesh, lojë të barabartësh. Megjithëse ne luajmë kundër një Partizani me eksperiencë, kundër një Partizani të përforcuar në të gjitha drejtimet, të dubluar në të gjitha pozicionet dhe bëmë atë që mujt me më tepër. Gjithsesi janë neshjet e kthimit që do të bëhen ato dhe ne do të shpresojmë që të përmirësohemi edhe mos presim që edhe gabimet që bëjnë gjyqtarët mos na dëmtojnë. Këto ndeshje janë shumë të mira sepse ne na bajnë për me u forcu, na bajnë për me menu më mirë në stërvitje dhe për me bë më mirë në ndeshjet tjera. Pavarësisht se nga sa fitore vinte vllaznia mbetet një skuadër për t'u respektu, për t'u vlerësu dhe as pak mos kesh në mbletësim. Ne kemi luajtur me vllaznin shumë ndeshje. Vllaznia është një skuadër që nuk dorëzohet dhe natyrisht sot nuk dha më të mirën e vet të mundshme. Por loja ishte e mirë, patjetër, dhe solli këtë rezultat që mbaroi. Pra, sidoqoftë, çdo gjë është e hapur, nuk diskutohet. Ato skuadrat në Kosovë janë skuadra të mira, vllaznia ka bërë një voleyboll të mrekullueshëm atje. Nga Liga Gjergj Kastrioti, voleybolli shqiptar i meshkujve zhvendoset në kompeticionin e Kupës së Shqipërisë, ku kalendari rezervon një tjetër supersfidë për vllaznin, e cila pret të premte në Qazim Dervishi, Tiranën.